Një situatë mes Eglit dhe Gjesit brenda shtëpisë së famshme ka bërë xhiron e rrjetit. Egli e ka pyetur Gjesin sepse nuk e ka puthur kurrë para kamerave, ndërsa me Xhenetën e ka bërë një gjë të tillë. Pse me Xhenetën para kamerave dhe me mua jo? U dëgjua të thoshte Egli. Në pamjen e Gjesit shfaqet duke buzëqeshur, ndërsa shumë djegës komentojnë se ai po luan një lojë me ndjenjat e Eglit. Por më pikanti ishte reagimi i Xheneta Fetaut në Instagram, e cila publikoi videon dhe shoqëroi me një koment mjaft thumbues. Suksesi i jetës, me lut një mashkull me të puth, duke nënkuptuar se Egli po përpiqet të marrë vëmendjen dhe afeksionin e dikujt që nuk është interesuar për të, por e ka mendin vetëm tek loja. Sulmet e Xheneta Fetaut drejt Eglit kanë qenë të shumta, por ky i fundit i vuri kapakun të gjithave. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.